E dashura ime, kanë kaluar 2 muaj që kur ke hyrë në atë shtëpi dhe çdo ditë që e kalon, e kuptoj gjithnjë e më shumë se sa e fortë, sa e guximshme dhe sa e jashtëzakonshme që je. Të shoh dhe shoh një grua që pati kurajon të vihet në provë, të ekspozohet, të tregoj veten ashtu siç është. Dhe dua që ta dish diçka, më të rëndësishme nga të gjitha, jam krenar për ty. Për shumë vite nuk kam qenë i Zotit të ta tregoj dashurinë time. Nuk ta kam dhënë përqafimin dhe fjalët që ti i meritoja. Nuk kam ditur të them të dua me thjeshtësinë që duhet ta kisha thënë. Këto 2 vitet e fundit, përmes gjithçkaje që kemi kaluar bashk, diçka mes nesh ka ndryshuar thellësisht. Disa momente të vështira na vënë në provë, por në vend që të na largonin, na afruan më shumë se kurrë. Mësuam të flasim, të dëgjojmë njëri tjetrin, të kuptohemi vërtet. Dhe unë mësova të shoh jo vetëm si vajzën time, por si një person të fortë, të ndjeshëm dhe të mrekullueshëm. Dua që ta ndjesh praninë time çdo ditë, edhe kur të duket sikur je vetëm. Jashtë asaj shtëpie është familja jote që të mbështet, që të mbron, që beson tek ti pa asnjë rezervë. Çfarëdo që të ndodh, cilido qoftë rezultati i kësaj eksperience, për ne ti ke fituar tashmë. Ke fituar sepse pate guxim. Ke fituar sepse u vure në lojë. Ke fituar sepse je ti. Dhe unë, si baba, sot dua të them me gjithë forcën që me gjithë forcën që kam, të dua. Të dua më shumë se sa mund ta shprehin fjalët dhe jam krenar që jam baba i yt. Me gjithë dashurinë time, babi.